Faleminderit që më ndihmove, faleminderit që përgatite ushqimin, faleminderit për dhuratën. Të thuash faleminderit dhe të marrësh falënderime e bën çdo njeri të lumtur. Po sa jemi ne falendërues ndaj Allahut, që na ka rrethuar me pafundësitë e mirash. Kurani na drejtohet kështu: nëse jemi mirënjohës, unë do t'ju ashtoj të mirat. Mirënjohje nuk bëhet vetëm me fjalë. Mirënjohja është të përdorësh mirësitë në mënyrë që e kënaq Allahun. Për shembull, mirënjohja mendjes është të mendosh dhe të bësh veprat e dobishme. Mirënjohja gjuhës është të thuash fjalë të bukura. Mirënjohja trupit është të adhurosh. Mirënjohja për pasurinë është të ndash atë me të tjerët. Jeta e njeriut mirënjohës mbushet me begati dhe ai afrohet me shumë Zotit të vet. Mos të harrojmë se sa më shumë mirënjohje, aq më shumë të mira.